Jo ai që ka marrë për shembull votën duke manipuluar me masën e gjerë të varfën, e cila ka krizë për bukë, e mos flasin për gjëra më të mëdha, dhe me një ofertë shumë modeste ekonomike ja merr votën atij. Pse? Sepse atë lam pa shkollim. Atë lam, domethënë, pa dituri krahasuese. Dhe normalisht atë që ofrojmë na nëpërmes mediave tona, ai pranon si fakte të vërteta dhe ti shumë lehtë ki pastaj me një ofertë shumë modeste ekonomike t'ia marrësh dhe t'ia blesh votën. Në dallim të një strukture tjetër, e cila do të jetë e arsimuar mirë, do të ketë domosdoshmë aftësi për të parë zhvillimin e shteteve të mëdha të zhvilluara, krahasimet mes to, edhe atë që ofron ti do të ketë shumë lehtë ta refuzon, edhe të jetë i dinjitetshëm. Që domosdoshmë refuzimi i tij të jetë nga dinjiteti, se nuk lejoj unë ti të përbaltish gjithë këtë aftësi time akademike që e kam, gjithë këtë shkollim timin që e kam, gjithë të dije që e kam, e të më ofrosh një ofertë modeste të tillë dhe unë ta pranoj pastaj e të bëhem mbrojtësi i yti. Kretë kjo domosdoshmë e bën atë dallimin për me kuptuar sot se masa e gjerë e popullit tonë fatkeqësisht nuk e prodhon këtë elitë që kemi dhe kjo elitë i insiston domosdoshmë duke i përdorur mekanizmat që i ka mos lejon prodhimin e elitave. Mirë, po kjo çka ofron, çka shkakton? Shkakton domosdoshmë një dekadencë gjenerale gjithë popullit tonë. Unë e thash, populli shqiptar në momentet më të vështira të historisë së vet ka dhënë koka të mëdha. E si mos mundet sot, për shembull, shekulli 21, që me gjitha domosdoshmë konstatimet jemi në gjendje shumë më të mirë dhe më të favorshme se kemi qenë të kaluarën. Spaku qeverisin për njerëzve tonë. Më e pakta. Më e pakta, do thotë. Si ka mundësi sot na mos më ofru asnjë kokë me peshë ndërkombëtare?